I vetëm në sallën e gjyqit, pa mbështetjen e asnjë të afërmi, 31 vjeçari Alfred Nikolli është njohur me masën e sigurisë arrest me burg në gjykatën e Lezhës. Jam i tronditur, ka qenë kjo fjala e vetme e thënë para trupit gjykues i të akuzuarit Alfred Nikolli për vrasjen e parukieres Etleva Ndoka. Nikolli, i cili rezulton me 2 emra, Alfred dhe Bardhok, u paraqiti vetëm para trupit gjykues që kryesohen nga gjyqtari Jak Ndoka. Në sallën e gjyqit nuk ishte asnjë familjar të akuzuarit dhe as të viktimës. Caktimin si madh sigurimi personal, arrest në burg, parashikuar nga 238 Kodit të procedurës penale për të dyshuarin Alfred alias Bardhok Nikolli, që dyshohet për veprat penale, vrasje me paramendim, mbajtje pa leje dhe prodhim të armëve shpërthyese dhe municionit. Veprat ato parashikuar nga 78.1 e 278.1 Kodit penal. Media nuk është lejuar të ndjek zhvillimin e seancës, por burime të brendshme bën me dije se avokati Aleksandër Përlesi ka pranuar verdiktin e kërkuar nga prokuroria, duke vlerësuar të drejtë arrestimin si dhe masën e sigurisë me burg. 31 vjeçari me arsim 8 vjeçar i pamartuar akuzohet se vrau me paramendim ishte dashurën Etleva Ndoka përpara parukierisë së saj në shëtitoren kryesore të Lezhës. Shkak për konfliktet mes tyre u bë fakti që Alfred Nikolli nuk pranonte ndarjen me 28 vjeçaren, nënë e një fëmije.